Anglia zbuloi sot listën për sfidat e marsit ku një prej tyre do të luhet kundër Shqipërisë. Në konferencën për shtyp trajneri Thomas Tuchel ka folur për zgjedhjet e tij dhe futbollin që pritet të tregojë Anglia duke nisur nga ndeshja me Shqipërinë. Disa janë zgjedhje të vështira dhe disa më të qarta, ndërsa disa janë më të fshehura. Ka dhe lojtarë që nuk janë në skuadër por që kanë bërë mjaftueshëm për të qenë pjesë e saj. Kampionati anglez është një ligë fizike. Duhet të jemi të guximshëm që të luajmë si një klub anglez. Nuk duhet të mundohemi të kopjojmë shtetet e tjera apo stilet e tjera të lojës. Skuadra ime duhet të reflektojë vlerat e Anglisë dhe vlerat e një prej ligave më të forta në botë. Do mundohemi të kemi një stil sulmues dhe të shtojmë intensitetin në ndeshje, u shpreh ndër të tjera Tuchel. Kujtojmë se Anglia pret Shqipërinë më 21 mars teksa sfida nis në orën 20:45. Trajneri i Anglisë Thomas Tuchel ka zbuluar listën me lojtarët e ftuar për 2 ndeshjet e para në kuadër të kualifikueseve të botërorit 2026. E para kundër Shqipërisë më 21 mars dhe Letonisë në 24 mars. Për herë të parë janë thirrur 2 mbrojtës të rinj, Dan Burn dhe Skelly. Ndërsa Rashford, Henderson dhe James janë rikthyer sërish për të qenë pjesë e ekipit të Tuchel. Në sulm do të jetë padyshim Harry Kane me hapësirë edhe për Phil Foden dhe Dominic Solanke. I pranishëm është edhe Kyle Walker, i cili ka 93 paraqitje në të gjitha garat për kombëtaren e tij. Jemi vetëm pak javë para sfidave kualifikuese të Kupës së Botës. Saktësisht 2 javë para me kombëtaren shqiptare që do të luajë në transfer ndaj Anglisë më 21 mars në Wembley. E sigurisht që tashmë ka nisur të flitet për këtë takim dhe në Angli ka marrë një vëmendje të veçantë. Pavarësisht se jemi ende në pritje për të mësuar të grumbulluarit e trajnerëve, Fabio Capello nuk ka nguruar të japë disa këshilla për Thomas Tuchel. Sipas italianit, trajneri i 3 luanëve duhet të punojë shumë në aspektin psikologjik me lojtarët që të mos kenë frikë për të fituar. Skuadra duhet të ketë vetbesim dhe sigurinë e një ekipi të madh. Një këshill kjo që vjen vetëm 2 javë para sfidës me Kuqezinë. Mendoj se të gjithë trajnerët e Anglisë duhet që sapo të marrin këtë post të punojnë me aspektin psikologjik të lojtarëve. Gareth Southgate bëri një punë fantastike pasi udhëhoqi ekipin drejt 2 finaleve. Por për fatin e keq, Anglia në 9 minutat e fundit kishte frikë të fitonte pasi nuk luajti me sigurinë e një ekipi të madh, ka përfunduar Capello.